Seksi oral është aktivitet seksual shumë i shpeshtë. I shpeshtë është gati i parapëlqym, është si një uvertyr, si një hyrje marrëdhënie seksuale shumë shpesh. Por është karakteristikë e çifteve të reja, të cilët për arsye të ndryshme e shmangun seksin me penetrim dhe ajo që ka mbetet është seksi oral ose forma tjera të kryerjes marrëdhënieve seksuale që njihen si outer sex ose seks i jashtëm që nuk kupton gjithçka përveç penetrimit të penisit në vaginë. Seksi oral është edhe i pëlqyeshëm edhe është i lehtë, është i lirë, bëhet pa ndonjë angazhim të madh, por fatkeqësisht jo krejt individ ose jo krejt çiftet e pëlqejnë ose e përdorin ose e kanë atë zhargonin e tyre. Seksi oral bëhet në forma të ndryshme edhe në mënyra të ndryshme. Pozicioni kryesor në seks oral që përdoret gjithandej njihet si pozicioni 6-9, kur dy partnerët kthehen njëri me kokë nalt, tjetri me kokë poshtë dhe krijojnë numrin 6-9 dhe e kanë përpara organet seksuale të njëri tjetrit dhe është mënyra që preferohet shumë dhe konsumohet prej shumë çifteve. Kush duhet me bëj seks oral ose pse bëjnë seks oral njerëzit? Po them është si formë e paralojës, është formë që çiftet e përdorin për me u eksitu maksimalisht. Personat e gjinisë mashkullore, djemt dhe burrat që kanë shkathësi dhe aftësi me i bo partneres një seks oral të mirë që nënkupton stimulim të klitorit dhe të pjesëve tjera të vulvës, njihen si dashnor të mirë. Sepse nëse një partnere i nështrohet një seksi tillë oral me një trajtim të mirë të pjesëve të jashtme të vulvës, duke përfshi pastaj edhe vaginën ose pjesët e mbrëmshme, e ka shumë më të lehtë që në momentin kur vjen deri te penetrimi me përjetu orgazm shumë më thjeshtë dhe më lehtë. Nëse e dim që dikun 20-25% e krejt grave në botë nuk përjetojnë orgazm asnjëherë, kjo na bën me kuptuar që mundet me ndodhë që këto vajza ose këto gra e kanë një mungesë diçka, në diçka që nuk e kompleton atë angazhimin seksual. Dhe pikërisht mundet me qenë një prej arsyeve shmangja ose evitimi i seksit oral. Në ordinancën këtu, në ordinancën e seksologjisë vinë shumë çifte dhe është për me u çudit që disa nga ata kur i pyes për seksin oral hezitojnë me fol ose e shohin njëri tjetrin dhe pa turp thonë jo tashmë nuk bojmë, po kemi provuar ose kemi bë deri para martese, tash me martesën e kanë mbyll atë kapitull që është shumë keq. Është përmetar keq që e kanë mbyll, sepse mendojnë që tash janë martuar dhe nuk kanë nevojë për seks oral, pra e kanë shfrytzuar në kohën kur e kanë pas ndaluar me bë marrëdhënie seksuale, po thonë ndaluar në kuptim të botkuptimeve apo qëndrimeve, qofshin shoqërore ose religjioze, që nuk duhet me konsumu marrëdhënie seksuale para martese, atëherë kanë pas si në repertoarin e vetë seksin oral. Kurse me martesë e mbyllin si çështje që i lënë mungu për shumë arsye me përjetu kënaqësi të ndryshme. Seks oral bojnë çiftet që e marrin seksin pak më shtrut, pak më mirë, nuk e marrin si obligim, edhe nuk e marrin si diçka që duhet me u bën në mënyrë klasike, që nuk kupton një nxjemje pak puthje, penetrim penilo-vaginal edhe u kry. Ka edhe nga kësi që e kanë këtë mënyrë të bëmë me seks, ka të tjerë, që shumica janë të tjerë, që e kanë një paraloj shumë të bëjshme, ku e përfshin edhe seksin oral. Kush heziton ma shumë me bo seks oral mes sekseve, nga përvoja që kanë këtu, edhe literaturë shkru që janë mashkujt ma shumë që hezitojnë, edhe kur i pyes për arsyet, pse hezitojnë me bo seks oral, janë do përgjigje shumë, mos me thonë banale, po të pakuptimta. Ose i pengon era, ose papastërtia e vaginës, ose fakti që vagina gjithmonë kur fillon me u eksitu, është vagina e lakse, lagat, lubrifikohet, bëhet gati për penetrim, dhe ajo lagështi, në vend se me qenë se stimulim i një seks oral të mirë, këtyne ju do këtë si pengesë për me performua seks oral. Çiftet që kanë dëshirat të ndryshme në seksin oral, nga njëherë mundet me hasë në kundërshtime shumë mëdha. Ka raste kur partnerja, vajza ose gruaja, nuk mundet me përjetu orgazm asnjëherë me penetrim penisit, pa e pas një kohë
të mjaftueshme për me i nënshtruar seks oral. Ky partneri, djali ose burri, e ka të bezdishme, e ka të gërditshme ato dhe rrjedhimisht është një mospërputhje shumë e madhe, që ka raste kur vinë me u konsultue, çka me bë në këto situata. Dhe nëse e kemi një partnere që nuk po mundet me kalu një orgazm pas seks oral dhe një partner që s'mundet me performu seks oral për shkak të botkuptimeve tina, atëherë vjen në pikë pyetje edhe ekzistenca e asaj lidhje. Është iluzore me mendu që ata kanë me pas jetë seksuale të shëndosh. Kur është e lejuar seksi oral, edhe kur s'është e lejuar, janë çështje që i keqkuptojnë edhe i keqinterpretojnë shumë çiftet. Seksi oral është i lejuar çdo kohë. Tash në kohën moderne që jetojmë na, edhe gjatë ciklit menstrual, nëse partnerja bën në toalet, pastrohet deri në detaje, eliminojnë ato droçkat e njollat e koagulumet e gjakut që kanë me aty, pa problem mundet me u nështrue ose me leju partnerin me bo seks oral. Seksi oral është i dëmshëm edhe është i gërditshëm nëse njëri prej partnerëve ka një smundje që ka infekcion dhe si pasojë atij infekcioni mundet me liru aroma të ndryshme të pakëndshme, erna të këqija, dhe vetëm në ato momente duhet me shku te mjeku, me u kontrollu, me eliminu atë shkaktar të atyre ernave të këqija dhe me mundsue angazhimin në seks oral.